kohët e fundit është shtu praktika e jogës me të madhe. Edhe kjo është një gjë që është me të vërtetë shumë problematike. Disa mendojnë që joga është sekulare. Mirë po, e vërteta është që joga është fetare. Për atë arsye, në shumë shkolla të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejohet praktikimi i jogës, për shkak se feja është ndarë prej shtetet në SBA dhe kanë rënë përfundim që joga është fetare, prandaj nuk lejohet mu zbatu nëpër shkolla, ashtu siç nuk e lejojnë asnjë fe tjetër. Prandaj shumë njerëz mashtrohen mendojnë që joga është thjesht trajnime. Mirë po, e vërteta është që joga është paganizëm i lindjes largë. Joga është për ulje ndaj diell, është ndjekje e filozofive të lindjes së largët lidhur me paganizmat e tyre që i kanë. Dhe për këtë arsye janë detyruar që të adaptojnë diçka shpirtërore, kinse sekulare, përse kjo nuk është sekulare. Ateistat e kanë adaptu jogën. Nuk e kanë pranu atë që e kanë sjell shpallët qiellore, por janë kthy në idhujtari të kulluar. Shikoni se çfarë logjike e mangët është kjo. Ateizmi është zbrasti, edhe ata po e shohin që pa rituale shpirtërore nuk mundet njeriu të ushqehet. Siç ka thënë ai filozofi, kam gjetë vend banime pa ushtri, kam gjetë vend banime pa mjek, kam gjetë vend banime pa arkitekturë, po nuk kam gjetë asnjë vend banim pa faltore, pa vend ku shprehet adhurimi. Pse? Se nevoja shpirtërore është nevoja më e madhe. Edhe për këtë arsye ateistat e kanë adaptu jogën. Prandaj mos bini prej ateizmit, se ateizmi vetëm pretendon që janë materialista, se ti nuk ke mundësi me kanë materialism. Se nëse je materialist edhe me besim, ti dush me besu që ti je vetëm grumbullim i materie kimike. Gjaj shumë si që është guri apo bari. Kështu që s'ka dallim midis shkuljes barit edhe njerit. Bas këtij besimi. Mirë po, a e praktikojnë këtë ateistat? Jo. Pse? Se detyrohen me vjedh prej Zotit, me vjedh prej gjëra shpirtërore. Janë të padrejtë, nuk adhurojnë Zotin një, po mundohen me vjedh prej Zotit gjëra shpirtërore, mirë po edhe ato e bëjnë në mënyrë kriminale, duke i bë Zotit idhujtari dhe jo duke adhuru vetëm ata një dhe pa shak.